أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Falënderimet dhe madhërimet I takojnë vetëm Allahu Gjelle Shanu. Allahun e falënderojmë, mbështetja dhe ndihmë dhe mirësi vetëm prej Tij kërkojmë. Paqe, mëshirë, begati dhe mirësi qoftë mbi shpirtin e Muhammed Mustafa alayhi salam, mbi mësuesin tonë dhe udhëzuesin tonë në rrugën e Zotit dhe sunetit të Tij, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtarët që e përcjellin dhe e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, lutim Allahun Gjelle Shanuhu që muajin e Ramazanit ta ban muaj të begative të mëdha. Ta ban muaj që përkujtojmë të gjithë ata që ishin shkak I ardhes tonë në këtë botë. Ta ban muaj që do ta shtojmë respektin duke filluar nga prindërit tanë, tek fëmijët tanë, tek të afërmit tanë dhe tek gjithë besimtarët. Sepse besimtari agjerueshëm duhet të jetë shumë herë më I mirë se jashtë Ramazanit. Ramazani është një shkollë e cila na mëson respektin, na mëson nderin, na mëson dashurinë dhe afërsinë mes nesh. Na mëson begatitë e Allahu Gjelle Shanu që duhet I përcjellim tek njerëzit. Nëpërmjet këtij mesazhi do të mundohemi që të përcjellim një prej mesazheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke shpresuar që ky mesazh asnjëherë mos të zbehet nga zemrat tona. Atë që thot pejgamberi alayhi salam, ridallahi fi ridal walidain. Allahu është I kënaqur me ju derisa prindërit janë të kënaqur. Në ditët e marsit bota kremton dhe feston dhe përkujton një datë. Ajo është dita e gruas apo dita e nënës. Andaj të nderuar vëllezër, ne si besimtar musliman nuk duhet të bim prej e këtine mashtrimeve të cilët mendojmë se thirren në drejtësi dhe të drejtat të gruas, kurse saj I ndahet vetëm një ditë nga viti dhe 364 ditë tjera sikur nuk janë të saj. Kurse Islami na vetëdijsoi dhe e ngriti gruan, e ngriti nënën në piedestalet më të larta, e bëri edukatore në shtëpi, mësuese në shtëpi dhe e bëri bashkëpunëtare dhe bashkëpunëtore në jetën e përditshme. Andaj, thot Allahu në Kur'anin e Kerim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Thot Allahu dhe nga faktet e madhërisë së Tij dhe nga argumentet e madhërisë së Tij është që për të mirën tuaj ai krijoi nga vetë lloji, do thot nga vetë njeriu Adem, gruan e Tij, ashtu që të gjeni prehje në to dhe në mes jush krijoi dashuri dhe mëshirë. Në këtë ka argumente për njerëzit që mendojnë. Prandaj Allahu Gjelle Gjelalu e Gjelle Shanu nëpërmjet këtij ajeti kuranor si besimtar musliman na vetë dison se gruaja duhet t'i ketë pa ato të drejta që I gëzon edhe burri, sepse atë kënaqësinë dhe rahatin shpirtërore e gjen në vetë gruan, e gjen në vetë nënën. Prandaj Allahu thot në surën Kehf, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ata janë veprimi I të cilëve u asgjësua në jetën e kësaj bote e megjithatë mendojnë se janë ka bëjnë mirë, derisa të tjerët lëmotitin për të drejtat e grave,
për të drejtat e nënës, për të drejtat e gjinisë femërore, dhe ne mendojmë se edhe ne duhet të ndjekim po hapat e tyre, atëherë të jeni mëse të bindur se do të na azgjësohen gjitha ato veprime të cilët bien ndesh me atë me të cilën e ka mësuar Islami dhe na ka mësuar Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet fjalës së tij të artë thot: më i miri nga ju është ai që është më i miri ndaj grave të tij, apo ndaj gruas së tij, kurse unë jam më i miri nga ju ndaj grave të mia. Prandaj besimtari musliman nuk e veçon një ditë për gruan e tij, për nënën e tij, për bijën e tij, por atë fjalën e artë të hoxhës tonë të madh, i cili thonte se nënës nuk i dahet një ditë, por për nënën ka jetë. Prandaj të nderuar vëllezër, ajo nuk e ka një ditë që ta gëzon, por ajo ka jetën në tërësi. Asaj i përkushtohet këtë jeta në tërësi. Një sahabi erdhi te pejgamber alayhi salatu wassalam dhe tha: ja Rasulullah, tha këtë vit unë nënën time e kisha në haxh dhe çdo kusht dhe çdo obligim që duhet të krihet në haxh, thot unë e barta në shtëpinë. Ai kam dal hakut nënës time? Rasulullah alayhi salatu wassalam tha jo. Atëherë lind pyetja, si është e mundur brenda një dite edhe nënës, edhe gruas, edhe bijës që ne t'i dalim hakut? S'është e vërtetë. Prandaj në Islam 365 ditë janë të gruas, 365 ditë janë të nënës. Dhe kështu që besimtari çdo herë bën atë lutjen që na mësoi Allahu në surën Furqan: "Walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." O Zot, na dhuro gëzim nga gratë dhe fëmijët tanë dhe na ban neve shembull për të devotshmit. Pra kënaqësia dhe mirësia është kur veprat e bashkëshorteve tona, e grave tona, e nënave tona dhe fëmijëve tonë janë në rrugën me të cilën është i kënaqur Allahu xhalla shanu. Prandaj mirësi dhe begati e madhe është që ne çdo ditë të jemi pranë tyne kur ata janë dhe kanë më së nevojë për neve. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "El jannatu tahta aqdami ummahatikum." Xheneti është te këmbët e nënave tuaja. Nga i respekti i madh, nga ajo sjellja e mirë, nga i fjalori i ëmbël, nga ato sjellje të këndshme që ne i kemi ndaj tyre, jep të kuptojmë se ne mund të arrijmë te dera e xhennetit Allahu xhalla shanu. Allahu thot Kur'an: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Dhe është urdhër i prerë nga ana e Allahut që të ta adhuroni Zotin si Zot të vetëm dhe të keni sjellje të mirë ndaj prindërve. Pra, derisa ata jetojnë në mesin tonë, derisa ata janë të gjallë, derisa ata janë të paaftë dhe janë të dobët, ne çdo herë duhet të jemi pranë tyne me sjelljen tonë, me ndihmën tonë, me çdo send që posedojmë nga të mirat e Allahut, që vetëm ata të janë të kënaqur me ne. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe përmbyllim këtë mesazh, thot kur vdes i biri i Ademit i ndërpriten të gjitha veprat. Thot përveç 3 lloj të shpërblimeve që do t'i shkojnë. E para një sadaka rrjedhëse, e dita dituritë të dobishme dhe e treta thot evlad apo fëmijë të edukuar që luten për te. Prandaj derisa ne i edukojmë fëmijët tanë, i mësojmë fëmijët tanë, i uzojmë fëmijët tanë që derisa ne i kemi prindër gjallë të kujdesemi për to, po dhe pas vdekjes së tyre të lutemi për to, sepse lutjet e të gjallëve janë të pranuar tek Allahu për të vdekurit. Lusim Allahun xhalla shanuhu që jo vetëm këtë ditë ta përkujtojmë dhe të kemi sjellje të mirë dhe të sjellim një tub lule nënës dhe ta gëzojmë me një dhuratë, por çdo ditë të kemi sjellje të mirë, buzëqeshje të ëmbël që të arrijmë kënaqësinë e Allahut, ashtu si e filluam dhe e përfundojmë ridallahi fi ridal walidain. Nëse dojmë ta dimë se Allahu është i kënaqur me ne, ata do ta gjejmë te prindërit e tonë. Allahu është i kënaqur me ne nëse prindërit tanë janë të kënaqur me ne. Lutim Zotin që Allahu të i falë ata që kanë vdekur nga prindërit tanë. Ata që janë të gjallë, Allahu të i ruan dhe të jep shëndet. Në këtë ditë Ramazani t'i kalojmë, sepse lutjet e tyre janë lutjet të pranuara tek Zoti xhalla shanu. Allahu na pranoft agjërimin ton, lutjet tona dhe gjitha ibadetet. Lutim Zotin këtë ditë Ramazanit të e bën të pranuar prej nesh.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. El-Fatiha.